Dolem. Pra, kjo ishte pjesa e stërvitjes. Stërhimi, stërvitja. Që ishin të dyja bashkë, komunikonin bashkë, ushtari ishte në kohën të zëgje. Tani është marrja. Tani kalojmë në sallën që quhet radiobyroja. Radiobyroja është salla ku ishin dy salla të mbaja ku ishin vendosur masat. Një parantezë që bëj. Pa. E shikoni të kodrë këtu. Gjithë kjo kodra këtu lartë, gjithë këtu, kanë qenë të mbushura me antena. Gjithë kjo kodra këtu. Dhe po të hypësh lartë atje, besoj do gjesh mbetorinat e atyre pikave ku mbështetet antena. Deri lartë, që kapni sinjalin e dhënjes. Kjo është marrja. Këtu është gjithmonë jemi në marrje e sinjalit. Këtu marrim sinjalin. Taston e transmetimit e kemi këtu, por do t'jo shpjegoj unë mirë. Tasto, shikon këtë rrugën këtu? 1 metër në tokë, ato kablot e marcave, tastos kalonin këtu dhe ngjiteshin do t'a shikojmë ke kodër atje, do t'jo shpjegoj më vonë. Në kodër dajt? Kodër dajt, do t'a shikojmë. Kjo si ka qenë atëherë? Kjo rruga tani është asfaltuar, ka shumë banesa, si e mbani mend ju dikur? Tani shiko. Ja mendo vetëm kaq. Ky ishte rrepati, aty poshtë ka qenë parku. Parku i makinave të gatishmërisë, kur hikte në njëri me stërvitje, me kështu, me aparatura brenda që ishin BC dhe gazat 69. Me aparatura tepër moderne flasë, jo aparatura do kudo. Tepër moderne, ishin aparatura suedeze franceze. Dhe gjithë kjo ka qenë zonë e pabanuar. Kjo jo, këtu nuk kalon të asnjëri. Këtu kishte të drejt kalon të. Vetëm kush ishin pjesëtarët të reparteve 324, që ishin lartë, shkolla diplomatëve, që ishin civila, që vinë bërë në shkollën, kishin makinat e policisë që bërë në ekzekutime, që zakonisht vinin natën, edhe neve. Absolutisht se kalon të njëri tjetër. Komplet zonë ushtarake. Po, sepse komplet gjithë zona këtu, ju thash, kjo është zonë shumë, ka qenë zonë shumë sekrete, shumë. Jashtë mazë, do me thënë, duhet kuptoni, njërë mik, së pari piketon qendrën e ndërlidhjes. Ku e ke qendrat e ndërlidhjes? Se kjo ishte e ministrisë, po ka qendra të tjera në përrethë që lidheshin me këtë. Pra, goditishin ato, ndërlidhja, pastaj fillojnë me radhë aviacioni, mbrojtja kundërore. Kto ishin pikat kryesore. Ku e merrte shembullin Shqipëria për sistemin tonë të ndërlidhjes, te kinezët, te rusët? Po, fillimisht kuptohet, jo kaq moderne, fillimisht e morëm nga rusët. Sepse rusët janë, si theme, baballarat e ndërlidhjes. Dhe më vonë pasaj kuptohet që u lidhëm me Kinën, unë e di dhe historinë si janë marrë, në gjvit janë marrë, që është bërë kontrata, sepse fatmirësisht ka qenë të i matë në atë delegacion. Në vitin 1962, nga Shqipëria është një delegacion shumë sekret, ushtarak. Po shumë sekret, që asnjë nuk e bërë mend sot. I përbërë kryetar delegacioni ishte Peti Dume. Peti Dume nuk e ka edhe bilet të gjithë antarët e delegacionit nuk ishin me emrat e tyre. Ishin me emra sekret të dubluar, të sajuar. Dhe me nga $3.000 në gjep, $3.000 të jap të sakta, i kam të dokumentuar ato që them, nga $3.000 në gjep dhe u dha orientimi që rruga që do hikni nuk do jetë nga Rusia. Sepse atëherë rruga kalon nga Rusia, sepse rusët na njihnin, i njihnin të gjithë për bërjen e delegacionit që ata shkollën ruse kishin bërë.
Baba im dikur ka qenë shefi transportit gjithë ushtrisë. Prandaj them flas me kompetenca, nuk flas me. Dhe ky delegacion ka ikur nga Italia, ju thash me emra, me pasaporta falca. I çon të shteti? Natyrisht i pajisë shteti. Nga Italia, në Kairo, Arabi Saudite, Iran, Pakistan, derisa dolën afër Kinës, që ka ardhur një avion kinez i ka marrë. Së kujtohet tani për momentin shteti, kanë ardhur afër Kinës dhe i kanë marrë. Për të mësuar ndërlidhjet. Dhe aty. Për të marrë materiale? Po, aty në përbërje ka qenë edhe shefi ndërlidhjes gjithë ushtrisë shqiptare. Dhe që aty janë bërë kontratat si për ndërlidhjen, si për ushtrinë, tanket, si për raketat, si për makinat. Pra, për transportin e ushtrisë. Si për gjenjon, si për kimin. Ishin gjithë drejtorat, të gjithë drejtorat. Këtë e di mirë, sepse ne kemi qenë kavariqenës, kur e thirrën babën tim. E keni kujtim nga babai? Po, këto që ju them i di mirë. Dhe që aty ka filluar, domethënë, Kina, pajisjet, furnizimin me pjesë të ushtrisë. Pra, gjitha këto ishte edhe sistemi kinez, po edhe pajisjet? Normal, sistemi kinez i dha shumë përparësi. Shumë përparësi, sepse shikoni, u ndërtuar në gjithë aparatura që erdhën më vonë, erdhën kineze. Ku do vijojmë tani? Tani, këtu kemi tunelin tjetër, që quhet tuneli Radio Byro. Tani, këtu është tuneli Radio Byro. Që qenë kaj pak se sushëm, më nuk më të funtesh. Duke qenë se tuneli është tërësisht i pak se sushëm dhe ne nuk futemi do të themi disa detaje këtu. Tani ky është tuneli më kryesori dhe më sekreti. Pse? Ky quhet tuneli Radio Byro. Në këtë tunel futesh brenda janë 3 salla. Ka qenë 3 salla. Të treja të mbushura me aparatura marse. Po marsa shumë të fuqishëm të kohës. Natyrisht me taston, plus si kishte edhe aparate për fuqinë, për të rritur fuqinë e sinjalit. Dhe çdo mars, vajni mend të, çdo mars i takonte një divizioni. Dikur ishin 22 divizione, ishin 22 marsa në dispozicion, plus 8-10 që ishin rezervë, në rast dëmtimi. Dhe pastaj divizionet u ullën, por gjithmonë kjo ngelet, a pjesa tjetër kaloi me që jo brigadat e këmsorisë, këto. Po kryesorja ishin divizionet. Dhe duhet dim që ministria në rast lufte, drejtuesit e ministrisë në rast lufte, nga qendra në Tiranë, vinin këtu dhe këtu e kishin, këtu do hanin, këtu do pinin, këtu do flinin, këtu do komandonin. Të gjitha bëjshin këtu. Atje ke bunkarti i madh ishte byroja politike, ishte futeshin edhe anëtarë të komitetit qendror atëherë, kurse kjo ishte për komandat. Se duhet bëjmë dallimin, njerëzit duhet dinë që është veç ana civile, byroja politike dhe veç ana ushtarake, që drejtohej direkt nga komandanti i përgjithshëm. Ju futeshit atëherë këtu? Po patjetër bënin prova. Këtu bënin prova. Këtu çdo në orën 8, siç u thash, mëngjes dhe çdo 8 mazite në kohë paqe ne bënim vetëm takimin. Takim quhet kur unë bëj provën me tasta që ai më jep, më nxjerr sinjal atje, qofse unë do ta lidh antenën atje, ke dhënë sa të lartë që duhet t'ja tregoj më vonë. Kjo është specifik.